me një urdhër prokurorit të posaçëm, hetuesit e BKH-s kanë shkuar në qytetin e Fierit, sepse kanë patur për të kryer veprime hetimore për një çështje e cila sipas tyre konsiderohet shumë sensitive dhe një çështje që është në zhvillim e sipër. Detaje rreth aksionit dhe veprimeve me karakter zgjedhor apo? Unë mendoj që përfshin shumë gjëra. Nuk besoj që është vetëm zoti Nazarku vetëm një pjesë. Ajo ka nisur nga krimi organizuar, por shtrihet në disa edhe në deg të administratës edhe në politikë. Ka sfond zgjedhor, domethënë. Mund të ketë, pra diku sipas tyre ka dyshime të forta që këta dyshime ishin duke i ndjekur, edhe sfond zgjedhor. Dhe ata kanë shkuar me autorizimin e prokurorit dhe një moment janë ndaluar në parkimin e biznesit të familjes Kaplana, i cili është një parkim i hapur, nuk ka asnjë vend që thuhet pronë private e tjera me radhë, pra praktikisht kanë ndaluar në rrugë dhe kanë ngritur dronin për të ndjekur dy subjekte, dy automjete. Në një moment, njëri nga punonjësit e kompanisë së familjes Kaplana ka dalë dhe ka filluar të fotografojë dhe filmojë hetuesit e BKH-s. Hetuesit që venin në bodrum tani të Kaplanit? Nuk ishin në bodrum, zotri, ishin në rrugën e madhe. Në rrugë, ishin në rrugë, kishin ndaluar makinën dhe po ngrinin dronin për të ndjekur subjektin. Hetuesit e BKH-s, për shkak të natyrës së punës, nuk kanë shenja të dalluese. Pra nuk e mbajnë BKH në shtëpinë apo diku. Mbajnë begjat e punës që i mbajnë të fshehura, vetëm në raste ekstreme, ku ka konflikte për plasje reagime, ata prezentohen se kjo është natyra e punës tyre, që sa ata shkojnë dhe kryen një veprim të fshehtë dhe thonë ne jemi BKH-ja, për çfarë bëjnë atë veprimin. Ka patur një, nëse mund ta them, debat verbal, dhe hetuesit e BKH-s, pasi kanë informuar prokurorin, janë larguar nga ambientet e jashtme të biznesit të Kaplanajve. Çfarë ka ndodhur? Familja Kaplanaj, niprit dhe gjithë fisi Kaplanaj, ka vënë në lëvizje gjithë ingranazhin e vet në polici dhe ku ka mundur dhe në gjithë qytetin dhe kanë kontrolluar për kilometra për të gjetur hetuesit e BKH-s. Dhe afër rreth 4-5 kilometër, nuk mund ta them me saktësi, kanë arritur të shquajnë makinën e hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit, të cilët edhe në pozicionin ku ishin rivendosur, ishin duke ushtruar detyrën, dhe 3 automjete kanë rrethuar makinën e hetuesve të BKH-s. Prej andej kanë dalë 2 nipat e zotit Kaplanaj dhe një punonjës i kompanisë dhe personat të tjerë dhe kanë filluar të godasin punonjësit e BKH-s, edhe pse këta të fundit pretendojnë në dëshminë edhe në prokurori janë prezantuar si punonjës të BKH-s. Pra kjo në këndvështrimin tim kalon te çdo imagjinate. Domethënë miti i të fortëve të zonës, të cilët edhe nëse dikush rastësisht ndalon aty në rrugë, në pronë publike, ata pa tjetër, pra imagjino, zoti Kaplanaj... Se duke si ngjarje banale. Jo, nuk është banale, Ylli. Nuk është fare banale. Mua më lejo ta kem të dyshim, ë? Pa tjetër. Po s'më lejove unë të rikem, të më falë. Unë nuk thash që nuk lejohet. Unë po të sqaroj dhe... Më lejo të shprej një farë dyshimi. Jo, unë s'po të pengoj, unë po të them që ju mund ta shihni kështu dhe keni me të drejtë dyshime. Unë nuk e shikoj në këtë mënyrë. Fakti që hetuesit ishin me një detyrë, edhe sikur populli thjesht ishin, pra qytetarë të thjesht ishin, askush nuk ka të drejtën, pra nëse ke dyshime shkon denoncon në polici. Imagjinon, e di çfarë do të diskutonim unë edhe ju sonte, nëse nuk do të ishin hetuesit e BKH-s, do të diskutonim atë fisin Raja, që morën shkopat e bejsbollit, qytat e pistoletës dhe masakruan 2 kushrinj pa mbrojtur. Të njëjtën gjë do bënim ne. Sepse imagjino, BKH-ja ka ikur në punën e vet, ata kanë ngritur gjithë strukturat në këmbë për të gjetur se ku është automjeti. E kanë gjetur, e kanë rrethuar dhe kanë filluar t'i grushtojnë. Ky është fundi. Do më thënë, kështu e shikoj unë, le të dalë kush të dojtë më kundërshtoj për fakte që po thënë. Tela kupton gjeti nga kjo. Që unë edhe nuk e kuptoj dhe mire, të them drejtën. Se ka dhe gjeti që si kuptoj more. Në këtë histori publikisht ne kemi dëgjuar njërin version. Pra, çfarë ka deklaruar zoti Kaplanaj. Ky është një version. Ky është me burime. Pra, kjo është çfarë ka mësuar Klodi zyrtar të BKH-s të prokurorisë. Jo, vetëm një njoftim për shtyp policisë. Jo, ka një njoftim të detajuar sot prokurorisë Fierit. I detajuar me gjitha detajet. Të këtyre pra të protagonistëve të SPAK-ut të BKH-s, nga ta nuk dim gjë çfarë ka ndodhur. Tani, kemi 2 pra dhe kur një grup personash, aq më tepër mendohet që mund të jenë punonjësit më të specializuar të hetimit, shkojnë në një vend mund ta quajmë dhe provincë. Dakor, për të bërë një detyrë dhe zbulohen, është çik problemi i tyre. Po jetëm në Shqipëri, Tela. Tash ti shkon për të mos u zbuluar, pra ti do zbulosh krimin, po nuk do të zbulojnë ata. Kështu duhet të ndodh. Po shkove në Mallakastër, Tela, 7 qytetarë ke gjithë.
Dhe i teti që do hyti... Po mbaj Baxhi pastaj, mbaj atë BKH që të tremben njerëzit e ikin. Janë të vogla, janë zona aq... Lodja, kishin arsye për të trëmbur punonjësit e kompanisë së zotit Kaplanaj dhe vetë zotit Kaplanaj që ato li ta shpjegoj zotria. Ta shpjegoj Po nuk zotria. ta shpjegoj dje ty kë. Po që të shpjegon ta injente. Po ju pyes nga burimet që keni në prokurorinë e Për çfarë? Nuk ka qenë subjekt zoti Kaplanaj. Nuk ka qenë subjekt. Ka qenë jashtë ambienteve të rrethimit të kompanisë BKH-ja. Nuk ka bërë asnjë shqetësim e Pra nuk ka patur shqetësim nëse zoti Kaplanaj ka kryer një vepër penale apo ka qenë duke bler vota. Zoti Tela ndjes. Ndjes. Pra nuk duhet të ishin zbuluar. Në momenti që u zbuluan dhe u vun presion, u rrethuan, ata nxorën kartat e tyre dhe thanë jemi të BKH-s ne. Dhe në momentin që ata... Do ta kuptosh këtë. Në momentin ata që thanë BKH-s... Sepse nuk... Jo. Gjithë kanë frikë pastaj nga BKH-ja. Jo, nuk është kështu. Ata e ndoqën 4 kilometër, vunë në lëvizje gjithë ingranazhin... Kjo është njëra pjesë. Pjesa tjetër, nëse policia lokale është vënë në funksion të familjes Kaplanaj... Po i ta vetë, zoti Kaplanaj, me zë dhe me figurë mbrëm. Policia... Ne tha kërkuam targën, sa dhe policia na tha direkt që është e paregjistruar. Policia tha më kërkonte të tërhiqja nipat, po e tha me zë me figurë zotri. Policia është vënë në shërbim të tyre për të zbuluar këtë, është problem tjetër pastaj. Këtë po thoja. Tani përpara kjo në stukazim do të, por këtu ka një jo se dua ta banalizoj, po ka një moment që mund të ndodhin gjëra. Edhe nëse BKH-ja ka shkelur ligjin, askush nuk i jep askush drejt, marrë dhe të dhunoj. Po dhe BKH-ja nuk është përndia tani. Patjetër mund të kenë kryer shkelje. Mund të kenë kryer shkelje, rregulla. Ta marrim. Edhe BKH-ja të mbaj përgjegjësi. E di çfarë mua më shokon në këtë histori? Ingranazhi shtetëror që vihet në shërbim të një familje. Ingranazhi shtetëror i cili... Po cila, policia ishte kjo? Po sepse zoti Kaplanaj pretendon me zë me figurë, thot, ne kemi kërkuar të dhëna për targën automjetit. Shefi komisariatit më tha që tërhiqi nipet tuaj se po përplase me BKH-n. Pra, dhe kur unë e pyeta zotin Kaplanaj, sa distancë ka ndodhur ngjarja nga biznesi juaj, ku kanë nisur, nëse mund ta themi konflikti, afër 4 kilometër. Po si është ndjekur makina e BKH-s? Pra, ata kanë filluar, familja Kaplanaj dhe gjithë ingranazhi, është vënë në lëvizje, pra kanë filluar, nuk kanë më besim, ata nuk kanë besim të shteti, ata janë shteti vetë. Dhe thonë, erdi dikush undalua këtu të rruga, ne do marim hak zotri, kjo më shqetëson mua. Nëse hetuesit e BKH-s kanë kryer shkelje, ka procedura se si jetohen. Nuk mund të kapin shkopin e bejsbollit kuj do t'i teket në rrugë. Mund t'ishin turist ata. Dakord. Përndet thash, dëgjuam atë versionin, është dhe kjo deklarata, por ne nuk e dim pasaj në fund të ditës se me kë është e vërteta, dhe aq më tepër përballë BKH-s, se sa forcë ka prokuroria lokale për të nxjerrë të vërtetën ashtu si. Tani përpara se të kalojmë te pika e fundit që është Kosova, që do mbetemi shumë disa minuta me Nazarkon kryesisht, po dhe me Telën.